Cilat janë disa prej ushqimeve tradicionale që I pëlqen të Kosovë, që të merr molli shumë, po nashta në Austri nuk keni mundësi edhe me I bë. Për shembull flin, me saç, atje nuk keni mundësi me e bë se do të më bë diku jashtë me një ambient të hapur. A me dhe Austri e bojmë. Apo? Më të kazu drejt, flin nuk e hapë shumë, si tipë se, anë duket veç Cili është bronë. ai ushqim tjetër tradicional? Për shqiptarëve, menoj që pite me mish, bërek, pite me mish. Kur vi këtu në Prishtinë, propa pizza. Nuk e kena në Austri. Dakle. Dhe shumë pëlqen. Edhe pse sa është, edhe pizza është pizza, ama propa. Almir, po do me kalu edhe pak tek vajzat e reja kosovare. Qysh ishe edhe a I përkro Almina vajzat e reja kosovare me mbulis? A mendon ti që do me përkro mbulisa në këtë rast për vajzat e reja? Po, nëse ato e kanë besimin e vetë edhe si që shtash, vajzat e kanë drejtat edhe që shnijet ajo, që shdojnë ajo tonat, unë e për mu. Edhe më vjen shumë mirë që ka influenca që kanë qitë brand për që si hijabs, për që të që janë me mbulesa, që janë të qitë ma shumë sene për vajza me mbulesa, I për kraj. Almira, jemi krejnë fond, po duhet edhe një pyetjet para fundit një lloj mesazhi, le të themi për krejt ata ndjekës të tu që ndoshta nuk e ndi, që shëmbon veten të motivune kur njesh e lodh, kur njesh e pa shpresë ose demoralizuar. Çka bën ato raste? Motën time kam shumë shoqe, me ato foli për gjithka, edhe kur Nina e lodhen e pa shpresë, kam qef me dalë me shoqni. I kam dy shoqe shumë të goshta, Lule, Laura. Ju përshëndes. Po pikërisht dhe ta mund të lidh, a ki shoqe besnike tamam kështu? Po. Të jetës që më thonë. Po, nuk I kam shumë, I kam ajde me një dorë muna me një. Po I kam edhe shqër, e më shumë, Nina shumë shënarë. Almira, për fund një mesazh për të gjitha vajzat e reja kosovare që ishe motivu për jetën. Ju, vajza ju dua shumë, edhe ju supportoj, girls support girls, mos harroni. Edhe bon që të donë zemëna, edhe gjej shoqët që I ki besnike për ton jetën. Edhe për thëmë një Germanisch, Mädels, bleibt immer ihr selbst. Ich liebe euch, egal welches Mädchen da draußen, ich liebe euch, ich supporte euch. Und ihr seht mich, egal wie sehr ich gehatet wurde, egal wie viele Skandale ich hatte, ich stehe immer noch hier und mache mein Ding und mir geht's gut. Deswegen, ja.